Erion Veliaj paralajmëron se në rast të mosdhënies së mundësisë për leximin e dosjes, ai mund të bllokojë procesin. Shenja e parë u dha me largimin e avokatit mbrojtës Artan Gjermeni, i cili u zëvendësua nga një avokat shteti. Në seancën paraprake me 30 të pandehur dhe ku kryebashkiaku ishte i pranishëm, u bë e ditur se gjykata tregon dy standarde. Në rastin e Metës, atij u vendosën në dispozicion fashikujt e SPAK, ndërkohë që në rastin Veliaj nuk ndodhi e njëjta gjë. Konstatohet se në shumicën e rasteve të pandehurve të ndryshëm u mundësohet njohja me aktet dhe marrja e kopjes së tyre, tha Veliaj. Funksionari aktualisht u paraburgosur këmbgul se me refuzimin për t'i mundësuar aksesimin në 60.000 faqe dosje, gjykata dhe SPAK po i kufizojnë të drejtat, ashtu si kundër edhe me mospranimin për t'u gjykuar në sallë dhe jo në një kafaz. Këto kërkesa u ripërsëritën mbasi Veliaj sqaroi se qëllimi i tij nuk është të zvarrisë procesin, por të revokohet vendimi i datës 2 dhjetor. Mbasi ka dëgjuar të pandehurit e tjerë që kërkuan në seancë paraprake pushimin dhe papajtueshmërinë e akteve, gjyqtarja e posaçme shtyu procesin për më datë 5 janar 2026. Ndërkohë, këtu në gjykatë kushtetuese nuk është shpallur ende data se kur do të shqyrtohet kërkesa e Erion Veliajt, që pasi mori fitoren e parë nga gjyqtarët kushtetues, që e rikthyen si kryebashkiak, kërkon shpalljen si jo ligjore të masës arrest në burg. Nga shkurti, Erion Veliaj është i paraburgosur, ndërkohë që në total janë në akuzë 30 të pandehur, mes tyre dhe bashkëshortja Ajola Xoxa, biznesmen dhe organizata jo fitimprurëse.